Muadh ibn Gjebelit radiallahu ta'ala anhu, kur i erdhi momenti i vdekjes, filloi të qanë. Dikush prej të pranishmeve, gruaja apo fëmijët i thanë: "O Muadh, pse je duke qajt?" Tha: "Wallahi nuk po qaj se e la pas vetes dunjan." Dëgjoni vëllazë, wallahi tha, nuk po qaj se e la pas vetes dunjan, dhe e la pas vete pallatet edhe pasurinë e saj, por qaj për 3 gjëra. Një prej tyre tha qaj për ato momentet kur muslimanët të ulen në xhamiat e Allahut, ta përkujtojnë Allahun dhe unë nuk jem në mesin e tyre. Qaj për ato netët e gjata të dimbrit kur besimtarët të qohen natën të falen për Allah dhe unë nuk do të jem në mesin e tyre. Dhe qaj për netët, për ditët e gjata të verës, kur besimtarët do të agjërojnë dhe unë nuk do të jem prezent mes e tyre. Dhe ja sonte, ej vëllaza dhe motra, vallahi nuk është prezent Muadh ibn Gjebeli. Qante që edhe ai sonte të ishte në mexhlise me ne, nga se e dinin ata njerëz o ju vllazën se çfarë shpërblime dhe sevape të mëdhaja, sa male dhe sa kodat e kodrinat do t'i marrim sonte pasi që të çohemi me këtij mexhlisi. Andaj faleminderit o Allah në fillim, falenderimi të takon ty o Allah në mbarim, që na i ke hap zemra për shahadetin, për islamin, për imanin, la ilaha illallah.